Këtu kam jo një, por 2 pako nga Shein, të cilat i kam hapur, i kam parë se nuk më duroj, po do të tregoj edhe juve tani. Vazhdoj me këto, të cilat janë një palë çizme, nuk janë për mua, janë për motrën time. Thjeshta fare, siç e shikoni, pa tak, por me këtë platformën një çikës të lartë, shumë pak domethënë, shumë të rehatshme në këmbë dhe nga brenda komplet pellush. Shikoni, me lesh dele. Një gjë që e kam për vete, e dini juve fiksimin tim, si kjo që kam veshur është nga Shein, edhe këto të tjera që kam marrë. Pantallonat të thjeshta fare, të gjera nga fundi, shumë të bukura, shikoni ngjyrën nga afër. Baby blue, bashku me këtë bluzën, e cila është kështu. Edhe ka këto që mbërthehet, edhe ky litari që lidhet, edhe këto toksat që ka. Shumë e bukur. Gjë tjetër është përsëri për mua më duket. Shumë e bukur edhe kjo, shikoni çik. Përsëri një bluzë deve, e thjesht përpara, vetëm ka këto mëngët. E para njëri ka të gjera, edhe këto mëngët e gjera më pëlqejnë shumë, po i ka të qëndisura me këto. Shikoni, këtë edhe këtë. Tjetër që më pëlqejnë shumë këto çizmet. Janë qik të larta, por ishin shumë të rehatshme në këmbë. Përveç takës kanë edhe platformën këtu, ngjyrën e kanë fantastike këtë kafen që shikoni juve. Edhe të thjeshta fare, me një zinxhir, një tokës këtu koca për të thënë, se nuk është se kanë një funksion caktuar. Po sot me zor po pres t'i vesh t'i kombinoj këto çizmet. Shumë të bukura, fantastike. Kjoja e fundit, që është kështu. Sa cute. Ka ngjyrë si ngjyrë pjepri pak a shumë dhe ka këto arushat ngjyrë roz me fjongo, sikoni so cute, o sot e madh. Përpara dhe pjesën e krahëve i ka me fjongo, ndërsa pjesën e pasme arushat i ka pa fjongo. Po shumë e bukur, shumë bukur. Po do t'i keni ose në për komente ose të kutia për shkrimit.